Një tjetër moment ku do doja të ndaleshim së bashku avokat, duket sikur ka një lloj paradoksi kibernetik këtu në vendin tonë në raport me sistemin dhe sigurinë kibernetike. Përse e them këtë? Kryeministri Edi Rama publikoi së fundmi që Shqipëria renditet në vendin e parë në botë për sa i përket sigurisë kibernetike. Çfarë do të thotë siguria kibernetike? Pra është ruajtja me sisteme të ndryshme e të gjithë rrjetit informues me të dhëna të shqiptarëve, siç është Akshi, siç janë institucione të tjera të rëndësishme të vendit tonë që përfshin Ministrinë e Mbrojtjes së Shërbimin Informativ Ushtarak, Shërbimin Informativ Shtetëror e të tjera me radhë, pra që janë të paprekshme dhe nuk ka haker i bie në botë që të mund të depërtojë dhe të vjedhë këto sisteme. Mirë po, historia tregoi që në vitin 2022 patëm një goditje nga hakerat iranian. U tha që sigurisht ky është një pretendim, sa e vërtet është nuk dim ta themi. Tani avokat, duke parë të gjitha të historikë se çfarë ka ndodhur, duke parë dosjen e Akshit në një anë dhe këtë postim në anën tjetër, mendon se realisht ne jemi të parët për siguri kibernetike, vërtet kemi njerëz të aftë të cilët kanë ndërtuar sisteme kaq të mira që janë të padepërtueshme? Si e vlerëson? Ndë mbaja pak më serioze, po. Ti kërkoj ndjes për këtë. Po, pyetja ishte për të qeshur realisht. Jo nga ana jote, se ti ke drejtën e Zotit të bësh cilën gjitha pyetjet që mendon domosdoshmë se duhen bërë. Po ti nëse mendon domosdoshmë që ne jemi kërthisa e botës, ne jemi pararoja e teknologjisë botërore, pastaj kjo, domosdoshmë nuk e di pastaj çfarë përkufizimi do t'i gjeja. Mua më bën çudi se si janë kaq të paturpshëm sa që thonë domethënë që shikoj, e kuptoni se sa lart kemi arritur, sa që ne jemi të parët për kibernetikën. Po do të ishte kështu, si është e mundur më burri dhe domethënë që shqiptarët s'kan asnjë gjë më që është sekrete. Asgjë, zero. Pagat, puna ku janë, telefonat, numrat personal, çdo gjë, një patronazhim total. Si është e mundur domethënë që hakerat, nuk e di kush janë këta, qofshin të Homeland Justice, kanë gjithçka të shqiptarëve. Si është e mundur? Pra, ti po thua, ose zoti kryeminist po thotë që Shqipëria nga ana e teknologjisë është më lart se sa Amerika, se sa CIA. Është më lart se sa Anglia, se sa Kina, se sa Rusia. Këtë po thotë kryeministri. Po tani kush është mendje me e shëndosh, nuk po them në Einstein, që e beson një gjë të tillë. Cili është më? Kush është ky? Sigurisht mund të ketë patronazhistë dhe njerëz të vobekt që thonë shikoni, e tha kryeministri, dhe akoma kanë ngelur. Po një mendje normale e kupton shumë mirë domethënë që një vend si Shqipëria nuk mund të jetë përveç se në vendet 170 që jetë 80 për sa i përket kibernetikës. Sepse që të kesh ti je kaq shumë i mbrojtur ti nga kibernetika, minimalisht ti do ishe ai vendi që nuk do kisha pasur as edhe një lloj problematike në raport me hakerimin që të ndodh, sikur ka ndodhur. Ti nuk do kishe 90% të atyre që kanë drejtuar Akshin sot në ndjekje penale ose në nënhetim. Ti sot nuk do kishe një shkatërim total të mënyrës së tenderimit me prokurimit publik, me prokurimet publike online, apo edhe të problematikave që ka sjell Djella, ministrja Djella. E kuptoni se për çfarë po flasim? Pra do duhet t'i mbushin mendjen shqiptarëve që Shqipëria është vërtet vendi numër 1 në botë. Tani nuk po arrit do të imagjinoj se si do jetë vendi numër 2 në botë. Mira ai vendi 2, se mirë neve e pas kemi arritur qëllimin e duhur sipas kryeministrit. Pra, është pak të thuash qesharake. E qartë, unë u përpoqja faktikisht ja kalova këtë foton dhe chat GPT-s për të kuptuar më shumë, sepse këtu është çështja e renditjes për sa i përket indeksit të sigurisë kibernetike kombëtare, është në vend të parë
në vendin e 62 për sa i përket zhvillimit të shërbimeve online të qeverisë dhe në vendin e 84 për sa i përket indeksit të gatishmërisë së rrjetit të networkut. Megjithatë ka pasur edhe një reagim nga ana e kryeministrit Edi Rama, të cilin unë do doja ta lexoja, dhe thot një shënim i nevojshëm për urrejtësit besnik dhe ushtrinë e tyre të trollave. Sapo postova lajmin që Shqipëria doli e para në indeksin global të sigurisë kibernetike, ata u vërsulën si tufa sorrash e korbash me tulirilloj krakrash. Por nëse lajmi ishte gënjeshtër, propagandë budallëk, atëherë pse gjithaj mund me gure me balt, asnjëri normal nuk harxhon energji për të shuar një qerit figur. Në renditjen globale të National Cyber Security Index nuk e bën asnjë sorr, asnjë korb dhe asnjë troll. E vendos një metodologji ndërkombëtare me 98.33 pikë të matura mbi kuadrin ligjor, kapacitetet institucionale dhe sistemin e parandalimit. Urrejtësit e mi besnik mund të hidhen përpjet, por tabela nuk ndryshon pse ata derdhin mllef e jarg mbi pasqyrat e tyre digjitale. Mund të jetë e dhimbshme të jesh trolli një shteti që del në krye të klasifikimit botëror pikërisht në aftësinë mbrojtëse nga trollimet malinje, por s'ka ilaç për dhimbjen e urrejtësve. Kështu që vazhdoni forca. Çdo komenti juaj është një klikim më shumë, një provë më shumë dhe një buzëqeshje më shumë për mua në këtë ditë të bukur arritjeje fantastike. Unë nuk e di avokat nëse do doja të ndalesha më shumë te kjo çështje, sepse kjo është një çështje e cila sigurisht mban paradoksin e vet, sepse flasim për sigurinë kibernetike, por në anën tjetër nuk rezultojmë të jemi mirë për sa i përket dhënies së shërbimeve online. Ne dim shumë mirë që një pjesë e mirë e qytetarëve dhe bizneseve po hasin vështirësi për sa i përket e-Albanias, dhe sigurisht është parashikuar që të kemi një reformim të agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit të Akshit, pra të kemi një e-Albania 2.0, ashtu siç në anën tjetër është rilindja 2.0 e tjera me radhë, pra është në prioritetet e qeverisë, po se çfarë do të arrihet, kjo sigurisht mbetet për tu parë.